Qytetarët e Republikës, nëse na votoni neve, çto janë? Na kemë propozuar për shembull një lloj qeseje qeverie me çet mandat. LDK do ka mujtë me propozu diçka tjetër, po më ja bë qartë. Pse më shkuan zgjedhje për me negociu me Kurtin apet? Pse? Unë të kallëzoj pse. Se këta menduan që kur të prishet Vjosa me Albinin, zvoglohet Albini, rritën këta, në mas kësaj, na morin pak ma shumë. Pra, pej 4 ministrive zavend kryeministrit, eventualisht edhe kryeparlamentari nëse presidentin. Mirë. Jo për të është e rëndësishme që ka pjesë. Ata votues të opozitës, që janë të shqetësuar me fushatën tonë, unë jam një shqetësimin, por le të më dëgjojnë, i vetmi grup politik që do të jetë opozitë, sepse qarta i Kurtit do të fitaj. S'ka dilemu për këtë punë. E vetmja dilemë këtu është, a do të qeverisë vetë, a me LDK-n a PDK-n. E kush është votues opozitar dhe i LDK-s dhe i PDK-s, nuk besoj që duhet më anku për neve, nëse mendojnë që LDK duhet më shku në koalicion me Kurtin. A i le ta votojnë LDK-n la. Dhe jemi në rregull, në demokraci jemi. A mos mund është më konë votues opozitar, më thonë mos ma kritiko partinë, se duhet më shku me Kurtin. Ama si përgjigjeni gjithë atyre kritikëve Pse nuk e zgjedhen presidentin me Kurtin qëtash? Se pretën rezultat më të vogël. E çka nëse merr Kurti rezultat më të madh? Si përgjigjeni kritikëve tuaj direkt, si Molliçaj edhe si PSD, kur thonë se ju jeni duke ja bërë ison Albin Kurtit edhe lëvizjes vetëvendosje, duke qenë jo parimor, duke folur si opozitar, por duke shkuar dhe duke tentuar dëmtoni direkt opozitën. Po ta janë opozitë, kushtrim. Ata janë opozitë. Qysh janë opozitë? Se si merr Kurtja? Ata, po mundë... Po kjo s'është opozitë. A janë 100 arsye. Ama ata opozitë janë. Zotri, opozitë je, kur thu unë nuk bashkona me këtë subjekt për arsye parimore. Kur thu unë nuk bashkona me vetëvendosjen, se më ka jep pak, kjo nuk është opozitë. Është opozitë, po marrësh para opozite, ai pushtet s'është. Po nuk është opozitë pse ka zgjedhë më konë opozitë, është opozitë se s'ka kënaqur me pazarin. Po mirë pra, ama një gjë është, nëse s'është pushtet është opozitë. Po çure, më ul formalisht nuk është opozitë. Dhe ju nëse kritikoni opozitën, po ja bëni një farë ndere Kurtit, a? Vetëm dëgjom se besoj që jemi të ja bëni ndere demokracisë. Partitë opozitare janë shndruar në agjendat e grupeve të ngushta. U bashku Vjosa me Lumirin, po 3-4 opozitarët kryesorët të LDK-s i ka qitë ma poshme? Hikmetja ka qenë numër 2 ma e votu, mja ka qenë numër 12. Që kjo është të e sulmu opozitën. Kjo me pa dasht opozitën dhe votusin opozitar,